kohët e fundit, 5 vitet e fundit edhe për Kosovën, për njojën e Kosovës. Komunikuar zyrtarisht për Kosovën dhe kom arrit t'i boj Kosovës shumë miq. Cili ka qenë vendi që ju është dukur më intrigues, veç vendeve të njohura, vendet e panjohura? Mu më intrigon Afrika shumë. Afrika? I keni vizituar gjithë shtetet e Afrikës? Unë i kom vizitu 28 shtetet Afrikës, prej 54 shteteve. 28 shtetet Afrikës? Edhe me 28 prezident afrikan ju më takuar rregullisht. Në Afrikë? Ndoshta është për liber të Guinnessit. Jo, pa tjetër. Ka që jam i sigurt që nuk ka takuar as president të Afrikës vetë njëri tjetër. Jo, absolutisht. Por kur ke rrugtitur në gjithë botën, ke takuar kaq personazhe, ke një pasuri kaq të madhe, biznese në gjithë botën, a nuk të rri pak e vogël Kosova kur kthehesh? Jo, Kosova nuk është e vogël, nga njëherë hidhrohem edhe unë mendoj për disa sekonda. Ska njeri që nuk hidhrohet me vendin e tij një moment, po është si hidhrimi fëmijës me prindin. Ashtu, vetëm disa sekonda. Por unë kam një dashuri tepër të madhe për trojet tona. Ndoshta largimi im i hershëm prej trojeve. Ndoshta asenca ime prej asaj jetës të përditshme këtu, sfidave. Nuk di qka, por për mu trojet tona të mbeten të shajta. Aty kur ndonë koka, rëqethet trupi, mbetet vendi maj bukur për mu, edhe për Irakën sigurisht. Në Kosovë, pse në Kosovë? I bukur kur je në ëndër, apo edhe bukur dhe kur e sheh? Edhe kur e sheh, mirë po me shpresë shumë të madhe që do të ndryshojnë gjërat. Unë kam një ëndër të madhe. Cila është? Ëndra ime është me i pa trojet tona të drejtura drejt perspektives të vërtet. Europiane dhe perëndimore. Unë ja dëshiroj shteteve tona, ty shteteve tona, një qeverisje të sinqert. A ka mundësi reale të ndodhi? Ka mundësi. Ka mundësi se për mu është kuptim plot e t'jesht i sinqert edhe në politikë. është kuptim plot e t'jesht ta dush edhe postin politik gjithçesht atë vend ku ti vepron për qytetarët e tu. Po, zoti Pacolli, thoni që e doni atë dhe unë e doni Kosovën si vendin tuaj, po shoh që keni investuar shumë pak në Shqipëri dhe në Kosovë, nga pasuria ose nga investimet tuaja. Nuk është e vërtet, ndoshta nuk jeni të informuar. Unë dikon rreth 5.000 vendet punës ku më hapë në Kosovë. Po në Shqipëri? Dhe në Shqipëri ka pas tentativa, nuk ka pas gjithmonë tentativa, si që dini... Pse kanë dështuar? Ato kanë dështuar, për një ose tjetër arsye. Ndoshta edhe unë nuk kom ditë që të jem në harmoni me kërkesat. Ka qenë dështim prej qeverisë shqiptare apo prej jush? Nuk mund të them, por e di një se unë kom shumë miq këtu. E di një se qytetarët e Shqipërisë mu mdojnë shumë. Këte e ndi çdo ditë edhe... është e vërtet që po investoni një projekt shumë të madh në Divjak? Kjo është projekti Divjakës. Ky është projekti Divjakës? Bile, shumë shpejt, unë e kam edhe në formë elektronike projektin e fundit. Po? Një video fantastike. Dhe një ditë... A mund na japësh ne postojmë në Opinion Pikal që me njerë mbas bërimit të emisionit? Unë absolutisht për ja jep tani. Sa është investimi? Ky është para shumë? Ky është, po këtu është vetëm se jo mbijat e para të projektit në fillim krejt. Dhe projekti është në një fazë kur topi praktikisht është e qeveria shqiptare, që të ndryshohet diçka në ligjin për investimet e huaja. Dhe unë kja kontratë është tepër e madhe. Sa është investimi? Një presi 6 miliard. Një presi 6 miliard euro apo dolar? Euro. është investim shumë i madh që kërkon... Që do e kryeni vetëm ju apo në bashkëpunim me partner tjerë? Jo, sigurisht është e pamund. Ne jem ata themelusit e fondit investiv, dhe fondi investiv është duke umbushur praktikisht. Pra nuk jeni vetëm ju, ka të punë. Çfarë komësish kanë kontribusit e tjerë? Një investim t'il është e pamundur që vetëm dikush